nderuar të pranishëm, zonja dhe zotërin. Kumtesa jonë në bashkëautorësi me kolegun Ramadan Shkodrën trajton rolin e medreseve dhe shkollave islame në hapësirat shqiptare gjatë periudhës osmane, të cilat përbenin një nga shtyllat kryesore të arsimit dhe jetës kulturore. Në trojës shqiptare, arsimi islam përfaqësonte një sistem të organizuar edukativ i lidhur ngushtë me jetën fetare, shoqërore dhe kulturore. Në këtë kontekst, medreset dhe mektepet pasqyronin tiparet themelore të sistemit arsimor osman, duke qenë të integruara në strukturat administrative dhe duke ndjekur normat, planet dhe programet mësimore të perandorisë osmane. Me vendosin e administrimit osman në hapësirat shqiptare, shekujt 14-15, dhe përhapjen e islamit, u futën edhe parime dhe institucione arsimore të traditës islame. Ndërto, mektepet dhe medreset u zhvilluan herët, fillimisht në kuadrët e xhamive dhe pranë tyre, duke shënuar fillesat e arsimit islam ndërshqiptare. Xhamia përveç funksionit fetar përbente një institucion qendror të jetës edukative, kulturore dhe shoqërore. Pranë saj u ngritën mektepet si shkolla fillore, të cilat u përhapën gjërësisht të trojës shqiptare, shpesh herë në çdo vend banim. Fillimet e mektepeve lidhen me ndërtimin e xhamive të para, ndërsa mektepi më i hershëm, i dokumentuar si objekt i veçantë, është ai Sinaluddin Yusuf Çelebiut në Ohër, para vitit 1491. Në më të vjetrit përmenden edhe mektepi i Ishak Çelebiut në Manastir, 1512, ai Suzi Çelebiut në Prizren, para 1513, mektepi i Kuklibeut në Prizren dhe të tjerë. Në shekullin 17, udhëpërshkruesi i famshëm Osman, Evlia Çelebiu, evidentoi një numër të konsiderueshëm mektepesh në qytete të ndryshme të trojeve shqiptare, në Delvin, Tivar, Gjirokastër, Tepelen, Përmet, Berat, Lorë, Kavaj, Peshin, Ohër, Pogradec, Shkup dhe në vendbanimet e tjera. Por duke marrë parasysh të dhënat e evidentuara dhe numrin e pa evidentuar të mektepeve, mund supozojmë se në fund të shekullit 17 numri i tyre do të ketë qenë ku e ku më i madh. Ky fakt dëshmon për përhapjen e gjerë dhe rëndësinë e jashtëzakonshme që kishte arsimi fillor islam në formimin e komuniteteve shqiptare muslimane. Pas mektepeve, si institucione klasike të arsimit osman, medreset, që prej themelimit të perandorisë e deri në fund saj kanë ofruar arsimimin dhe përgatitjen e një lloji dhe nivelit të caktuar të dietarëve, i cili përputhej me nevojat e shtetit dhe të shoqërisë në çështje fetare, juridike dhe shkencore. Meqense ato financoheshin nga vakefet, medreset nuk lidheshin financiarisht me shtetin. Por pavarësisht kësaj, zyrtarët që u diplomuan nëpër medrese, kadileret, müftileret, müderrizet, imamet e të tjerët, kishin ndikim mbi popullatën si përfaqësues nga njëra anë të rregullave zyrtare të shtetit dhe nga ana tjetër të ideologjisë së tij. Medreset e para në trojës shqiptare ngritën në fillim të shekullit 15 dhe përfaqësonin institucionet më të larta arsimore të kohës. Bazuar në vakefnamet dhe burimet e tjera të publikuara, ndër medreset e para është medreseja e Ishak Beut në Shkup, e cila konsiderohet institucioni arsimor më prestigjos në Ballkan. Në këtë medrese kanë dhënë mësim dietar të shquar, disa prej të cilëve ishin vendas. Müderrizi i parë i Ishaki së famshme ka qenë Shuxhaudin Iljazi, i njohur si dietari i Shkupit, i cili dha mësim në këtë institucion për rreth 40 vjet, që tregon se medreseja do të ketë filluar funksionimin e saj para vitit 1411. Në shekullin e 16 u ngritën medresejnë në qytetet shqiptare, në gjitha qytetet shqiptare të kohës. Disa qytete madje me më shumë se një medresej. Po si pas të dhënave të Evlia Çelebiut të sipër përmendur, deri në gjysmën e dytë të shekullit 17 medreset ishin përhapur gjërësisht në hapësirat shqiptare, duke u përhapur pothuajse në çdo qytet, edhe në disa qyteza. Qendra si Shkodra, Perati, Lora, Gjirokastra, Delvina, Kavaja, Peshini, Ohri, Struga dhe të tjera dëshmojnë një rrjet të zhvilluar arsimor
ku në disa raste funksiononin edhe institucionet të specializuara si Darul Hadis, Darul Quran dhe shkolla për hifzin. Edhe burimet e tjera konfirmojnë këtë zhvillim, duke përmendur të tjera Shkupin me 13 medrese, Prizrenin me 5, Tibrën me 10 dhe qendrat si Gjakova, Peja, Gjilani, Tirana e të tjera. Ky rrjet u zgjerua me tej gjatë shekullit 18 me hapjen e medreseve të reja në shumë qendra shqiptare. Në shekullit 18 dhe 19 me masivizimin e popullatës muslimane u ngritën medrese të reja në shumë qendra shqiptare, kurse numri i tyre u shtua dukshëm në krahasim me numrin e tyre në shekujt e mëparshëm. U shtuan edhe donacionet për këto medrese, gjë që tregon për rëndësinë e veçantë që u kushtua institucionit të medreseve. Në shekullin 19 dhe në gjysmën e ditë të shekullin 20 në Kosovë ekzistonin si shembull 10 medrese. Do theksuar se gjitha medreset trojet shqiptare nuk kanë qenë të njëjtit nivel, donse kanë funksionuar sipas një plani deri diku të njëjtë. Theksojmë edhe faktin se medreset tradicionale osmane në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut kanë vepruar me ndërprerje apo pa ndërprerje edhe deri në vitin 1948, kur u mbyllën me dekret shtetëror, ndërsa në Shqipëri në vitin 1912, kur edhe reformohen këto medrese. Studentët në medrese regjistrohen pas përfundimit të mektepit e me vonë edhe të mektepit rushdie, pra gjimnazeve, ndërsa studimet zgjatnin zakonisht 12 deri 16 vjet. Niveli i arritjeve varen në mas të madhe nga cilësia e müderrisit, të cilët shpesh i jepnin edhe emrin dhe reputacionin medreses. Nxënësi ishte i regjistruar në medrese, por me lejen e müderrisit mund t'ishte ligjërata edhe të tjere. Megjithatë, ijazatnameja merret zakonisht nga müderrisi kryesor, tek i cili disheshin studimet e nivelit të lartë. Pas kryerjes së medreses, studentëve u lëshoi ijazatnamja, diploma, mbi kryerjen e studimeve dhe me të studentit i jepej licenca që t'i mësoj edhe të tjerë. Marrja e diplomës ishte një ditë e shënuar dhe e veçantë, jo vetëm për studentin që arrinte këtë gradë, por edhe për müderrisin dhe institucionin që e jepte këtë dëshmi, madje edhe për tërë qytetin. Mjaft student nga trevat tona, përveç kryerjes së medreseve, vazhdonin shkollimin në qendrat e tjera si në Stamboll, Kairo dhe vendet e tjera. Në medreset shqiptare janë mësuar lendet e njëjta si në medreset e tjera të këtij niveli në perandorin osmane. Edhe pse nga burimet e kohës nuk mund t'jepet në mënyrë të qartë dhe të hollësishme programi mësimor i medreseve, megjithatë, duke parë biografitë e müderrisëve dhe dietarëve, ulemas, diplomat e tyre, vakefnamet e tjera, mund të krijojnë një ide të përgjithshme se çfarë mësohej në medrese. Në medresen Mehmet Pasha në Prizren, për shembull, sipas dokumenteve arkivore, mësoheshin rreth 20 lenë që përfshinin Kuranin, rregullat e leximit të tij, të drejtën islame dhe burimet e saj, teologjinë, apologjetikën, shkencat kuranore, logjikën, komentimin e Kuranit, traditën profetike, të drejtën trashëgimore, matematikën, historinë e pejgamberëve, si dhe disiplinat e gjuhës dhe stilistikës, metafora, retorika, kaligrafia, bukurshkrimi, gramatika dhe sintaksa. Ndërsa, për sa i përket teksteve shkollore, në bazë të ijazatnameve të marra në shërtim si dhe burimeve të tjera, rezulton se në medreset tona të kohës janë përdorur me disa ndryshime një numër i madh tekstesh mësimore. Me fjalë të tjera, studenti deri në marrjen e ijazetit, pra të diplomimit, ka qenë i detyruar të përvetsoj, të studioj, të komentoj një korpus të konsiderueshëm veprash të cilat për shkak të kufizimeve kohore nuk më i paraqesin këtu, por që në versionin tonë përfundimtar për botim do t'jepen të listuara në mënyrë të plotë. Si përfundim, mbështetur në plan programet mësimore këtyre medreseve, si dhe nivelin mjaft të lartë profesional dhe intelektual të müderrisëve të tyre, gjë që pasurohet në veprat e tyre të mbetura në dorëshkrim, mund përfundohet se këto medrese kanë krijuar një shtresë intelektuale, fetare e akademike të admirueshme. Në këto medrese janë shkruar, kopjuar, komentuar e krijuar vepra të shumta, fushash e disiplinat të ndryshme fetare, shkencore e letrare.
përfshirë edhe letërsinë Al Shqipe Alamiado, e cila ka prodhuar efekte shumë pozitive në zhvillimin kulturor të masave popullore shqiptare edhe jashtë objekteve të medresesë. Në këto institucione arsimore, zuri fill dhe u intensifikua përpjekja për futjen e gjuhës shqipe në shërbim të fesë islame në xhami dhe jashtë saj, përkatësisht thellimi i punës në drejtim të shqiptarizimit sa më të plotë të xhamisë dhe institucioneve të tjera islame. Me një fjalë, medreset në hapësirat shqiptare ishin një pjesë e pandarë e jetës publike, të cilat qëndronin mbi baza intelektuale dhe çarrënjet e kishin tek feja. Strukturalisht, ato ishin pjesë e sistemit të vakefeve, financiarisht ishin të pavarura dhe i zhvillonin aktivitetet në mbikëqyrjen e shtetit. Ato vazhduan të funksionojnë në këtë mënyrë për disa shekuj me radhë. Fakt ky që dëshmon se medreset e arsyetuan plotësisht ekzistencën dhe rolin e tyre në shoqëri. Qëndrueshmëria e tyre ndërkohë tregon jo vetëm për një organizim të mirëfillt institucional, por edhe për aftësinë për t'u përgjigjur nevojave fetare, arsimore dhe kulturore të popullsisë. Në këtë kuptim, medreset nuk ishin vetëm institucionet të mësimdhënies, por parëse dhe kultivuese të dijes, traditës dhe identitetit kulturor në hapësirat shqiptare gjatë periudhës osmane dhe pas saj. Ju falenderoj.